محمد رسول الله. Të gjitha falenderimet tona janë për Allahun fuqiplot. Atë falenderojmë, prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë se i drejtë dhe meritor për ta lutur dhe për ta adhuruar është vetëm Allahu, i cili është një dhe i vetëm. Po kështu për Muhamedit alayhi salatu wassalam dëshmojmë se është robi i Allahut dhe i dërguar i tij i fundit, i dërguar me paqë, mëshirë dhe udhëzim për njerëzimin e mbar. Të nderuar vëllezër, ne sapo kemi hyrë në 10-shin e fundit të Ramazanit. Kemi hyrë në ditët më të mira të tij. Siç e dini, Ramazani tërë është begati. Nuk ka ditë dhe natë e tij që nuk paraqet një mundësi në vete. Pejgamberi alayhi salatu wassalam duke përshkruar këto mundësi ka thënë: "Walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kull layla." Në secilën natë të Ramazanit, Allahu ka një listë me emra të besimtarëve të cilët i amniston nga zjarri i xhehenemit. Pavarësisht të gjitha të mirave që i posedojnë këto 20 ditët e para të Ramazanit, mirësia e tij kryesore fshihet në këtë 10-shin e fundit. Dhe jo më ka thuhet se shkoi pjesa më e madhe e Ramazanit e mbeti shpërblimi kryesor i tij. Pra, ajo mirësia kryesore të cilën ne e kemi synuar qysh në fillim të Ramazanit, ajo për cilën madje pejgamberi alayhi salatu wassalam ka paralajmëruar qysh në fillim të Ramazanit, nga se siç keni dëgjuar, siç keni lexuar me rastin e ardhjes së Ramazanit, pejgamberi alayhi salatu wassalam ju ka marrë mysh dhe besimtarve, duke u kujtuar të mirat që ka ky muaj dhe përveç tjerash u ka kujtuar edhe këtë shpërblimin premi, këtë shpërblimin kryesor, duke thënë: "Walillahi fihi lejla hiya khairun min alf shahr man hurima khayraha faqad hurim." Allahu në këtë muaj, në muajin e Ramazanit, e ka një natë e cila vlen më shumë se sa 1000 muaj. Ai njeri që privohet prej kësaj të mire, ai vërtet është i privuar. Pra, qysh në fillim, qysh në ditët e para të Ramazanit, pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka nxit dhe i ka porosit besimtarët që kësaj pjesës së fundit që ne veç kemi hyrë në të, t'i kushtohet vëmendje kryesore, për arsye se ajo e fsheh shpërblimin kryesor. Në të fshihet premia, fshihet nata e kadrit e cila është më e mirë se sa 1000 muaj ose se një jetë e tërë. Prandaj nderuar vëllezër, këto ditë janë ditë të angazhimit, janë ditë të punës, janë ditë të veprave, janë ditë të punës shpirtërore, të ibadetit, të adhurimit. Ashtu siç jemi mësuar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai jo vetëm që ka nxit për shembull, por edhe ka ofru personalisht shembullin e përkryer sa i përket përkushtimit në këto 10 ditë. Aisha radiallahu ta'ala anha, duke përshkruar pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe angazhimin e tij në këto 10 ditë, ka thënë: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayri." Në këto 10 ditë, pejgamberi alayhi salatu wassalam u angazhonte më shumë se sa në 12 e parë, pra se sa në pjesën e parë të Ramazanit. Madje, jo vetëm që na ka treguar për mënyrë përgjithshme për këtë angazhim, mirë po ka ofruar edhe detaje se si ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Në një version tjetër të hadithit qëndron se pejgamberi alayhi salatu wassalam idha dakhala al-'ashr ahya al-layl wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar. Kur vjen të 10 i fundit, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ngjallte natën, nuk flinte gjatë natës. Nga se nata e kadrit, shpërblimi kryesor i natës së kadrit kërkohet gjatë natës. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam e ngjallte natën me adhurime, e ngjallte natën me ibadete dhe jo vetëm. Wa ayqadha ahla, familjen, gruan, evladët, i zgjante nga gjumi
dhe urdhëronte që të falin namaz, që të luten, nga se para vetës kanë një mundësi tejet të madhe, para vetës kanë një shpërblim tejet të madhe, wajadda wa shadda al-mi'zar. Edhe në mënyrë figurative është përshkruar ajo vendosmëria e pejgamberit alayhi salatu wassalam për adhurim, pra që e ka shtrenguar veten dhe nuk është zbrapsur nga adhurimi. Nderuar vëllezër, ajo që kërkohet prej nesh është që të ndjekim shembujt përkryer në adhurim. Ajo që kërkohet prej nesh është që në këto 10 net mos ndjekim shembujt atyre që e kalojnë natën nëpër kafene, duke kërkuar kënse natën e Kadrit, ndërsa e humbasin vlerën e saj, mendojnë se duhet të qëndrojnë zgjuar dhe jo të adhurojnë Allahun xhalla wala. Ajo që kërkohet prej nesh është të ndjekim një shembull përkryer, një shembull përsosur, siç ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasallam, dhe siç na ka mësuar që të mos ndjekim shembuj të njerëzve të dështuar. Një ditë i ka thënë një sahabiu të nderuar, Abdullah ibn Amrit, ka thënë: "Ja Abdullah, la takun mithla fulanin, kana yaqumu min al-layli fataraka qiyam al-layl." O Abdullah, mos u bë sikur filani, i cili falej, pastaj la namaz. Falte namaz natën e parë, mendon që nata e Kadrit është natën e 21, shpresohet. 23, 20, ka një shpjegim që ndëruar vëllezër ndoshta edhe kemi përmendur edhe këtu më herët. Nata e Kadrit mund të jetë edhe në netët çift, nëse muaji i ka 30 ditë. Pra, ajo që prej nesh kërkohet, jo të ndjekim netët tek 21, 23, mirë po ashtu siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, iltamisuha fil ashr al-awakhir, kërkojeni natën e Kadrit në gjitha netët e fundit të Ramazanit. Pra kjo pjesë që na ka mbetur, se cila natë mund të jetë nata e Kadrit. Prandaj ta kërkojmë dhe të japim nga vetja maksimumin, nga se me pak punë mund të arrijmë një shpërblim të cilin ummetet para nesh, popujt para nesh nuk e kanë pasur. Ndëruar vëllezër, këto 10 ditë janë ditë, nëse mund t'i quaj kësaj, rigjenerimit ton të brendshëm shpirtëror dhe moral. Lidhja me Allah nëpërmjet natës së Kadrit, nëpërmjet shpërblimeve të tij dhe rishikimi gjendjes son duke pastruar agjerimin nga lëshimet, gafat, tëmetat eventuale. Më saktë, ne jemi në kohën kur jepet sadakaja e fitrit. Dhe sadakaja e fitrit ka një mision shumë interesant. Ka një mision dy-dimensional. Ka thonë Ibn Abbas radiallahu anhuma, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka obliguar sadakan e fitrit tuhratan lis-sa'im wa tu'matan lil-masakin. Pastrim për agjërusin, ndoshta e ke ngrit zanin ndonjëherë, ndoshta ke bërtit ndonjëherë, ndoshta ke thonë ndonjë fjalë që s'është dashur me thonë ndonjëherë. Edhe sadakaja e pastron agjërimin. Edhe e dyta është ushqim për të varfrit. Ndëruar vëllezër, në mënyrë figurative, sadakaja e fitrit, sa i përket rregullimit të agjërimit, i ngjan sejdës së harresës në namaz. Ndonjëherë harrojmë namaz, gabojmë, edhe pastaj e bëjmë një sejdë për çka? Për me përmirësu namazin. Edhe sadakaja e fitrit është pikërisht sikur kjo sejdë e rregullon e ndrejt atë që e kemi prish. Allahun e madhruar e lutem Allahut na bekoj për natën e Kadrit, Allahut na jep forcë dhe vendosmëri për të adhuruar ashtu siç e meriton ai. Allahun e lutem që të gjithë neve që jemi këtu dhe të gjithë vëllezërit dhe motrat tonë kudo se janë, Allahut i bekoj për këtë natë, Allahut i fal, aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibadallah. Ndëruar vëllezër, duke marrë parasysh rrethanat në të cilat jemi, sprovat me të cilat po ballafaqohemi, problemet e përditshme, ato sulmet e pareshtura që janë duke na vërsulur si institucion edhe si besimtar, marrëguximin fetar edhe moral që t'ju drejtohem me një kërkesë përzemërt nga bashkia islame, që sadakan e fitrit, zakatin, t'jepni për bashkinë islame.
është forma edhe mënyra më e mirë se si ne arrim me përkra institucionin. Rënja e individëve paraqet rënje të një individi. Rënja e institucionit paraqet rënimin edhe rënjen e kalas. Prandaj gjithë ne nga mundësitë që i kemi t'japim edhe ta ruajmë këtë fe në këtë vend. Muezini i xhamis është i ngarkuar me bllokat e fitrave, edhe mund ta bëni pagesën çdo ditë tek ky. Po kështu jam porositur nga Këshilli Bashkësisame në Mitrovic, që një zakon të përvetshëm që e kanë, që në xhumat e fundit të mbledhen të holla për Bashkinë Islame këtu në Mitrovic, siç e kanë tradit. Prandaj kush ka mundësi për jush, Zoti ju shpërblet. Ibadallah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.